Ju përshëndes të nderuar shikues, takojmë si gjithnjë bashkë në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Ka njerëz që profesionin e bëjnë për të jetuar, por ka njerëz që jetojnë për profesionin. Për Sashen Rexhepaj, logopedia nuk është thjesht një diplom apo një vend pune. Është një mision i heshtur, i ndërtuar mbi durimin, dëgjimin dhe besimin se çdo fëmijë meriton të dëgjohet nga bota. Prej 18 vitesh, Sasheni ka zgjedhur të jetë pranë fëmijëve në momentet më të vështira, aty ku një fjalë e munguar, një tingull i pathënë, apo një komunikim i vështirë kthehet në ankth për prindrit, dhe pikërisht aty nis puna e tij. Jo vetëm për të ndihmuar një fëmijë të flasë, por për t'i rikthyer qetësinë një familje të tërë. Dhe kam kënaqësinë që sot e kam në studio. Të falenderoj për ftesën. Është një kënaqësi të jemi bashkë në këtë studio dhe është një kënaqësi të flasim për një degë kaq të rëndësishme për jetën time që është logopedia. Edhe është e vërtet, sepse Sashen ka profesione që kurojnë trupin, por ka dhe profesione që të themi kurojnë në kuptimin metaforik, por që prekin shpirtin e njerëzve. Prej 18 vitesh ti jesi, më lejon që të flas me ti, ke qenë nxënës i Alim Xhelos, ke qenë, pra, je një logopedist, e ushtron këtë profesion, atje ku njerëzit janë në çastet e tyre më delikate. Çdo të thotë, cila është ndjesia që përjeton një logopedist si Sasheni? Është një ndjesi unike në fakt, të ndihmosh dikë që ndodhet përballë një muri të madh që i duket sikur do të bjerë. Është një ndjesi unike për faktin sepse shikon që gradualisht ti me këtë personin përballë, jo vetëm që i heq ato rreth e errta, por fillon dhe krijon një rrugtim përpara që ja bën jetën më të lehtë. Dhe logopedisti gjithmonë është një rrugtim me prindin. Nuk është një pikë ku ne zgjidhim diçka apo gjithçka dhe pastaj ndodh një shkëputje kontakti. Ai është një rrugtim, është një proces i gjatë ku prindi dhe logopedisti të dy ndryshojnë së brendshmi, por prindi pëson transformim më të madh sepse fillon të kuptojë alternativat që ka për fëmijën e tij, fillon të kuptojë se si duhet të veprojë në vazhdimsi dhe praktikisht kuptojnë që ka një person në krah që ta udhëzoj se si të gjitha këto zgjedhje ai t'i bëj të sakta, mos jenë gabuara dhe në të mirë të fëmijës së vet. E mbani mend momentin, çastin e parë kur ju takuat dhe vizituat fëmijën e parë dhe atëherë menduat që po, ky do të jetë misioni im? Për një kohë shumë të gjatë unë kam patur shumë qejf komunikimin dhe kur hyra në këtë fushë, pikërisht kjo ishte piknisja, dëshira për të nxitur komunikimin gjithmonë në kuadrin mjekësor. Fëmia i parë që unë më ka lënë një mbres njësoj si ato kujtimet që të la ajo zysha e klasë parë, është një fëmijë që kishte ulëdëgjimi dhe një pjesë e mirë e profesionistëve kishin e i dorë prej tij dhe prindi vjen dhe më thotë, unë do ta provoj mirë bashkë. Isha pa eksperiencë, isha ende pa mbyllur studimet, kisha një dëshirë të madhe për të ndihmuar fëmijë që kisha përballë dhe i them prindit, do bëjmë gjithçka që ne të mundemi brenda asaj që fëmia komunikon. Dhe kur arritëm brenda javës që fëmia t'i drejtohej me mama dhe baba dy prindërve të vet, realisht ishte një ndjesi unike dhe ishte një ndjesi e papërsëritshme. Për pos këtij momenti që vërtet pas ka qenë shumë i bukur në këtë rrugëtimin tuaj prej rreth 18 vitesh eksperiencë, cili është emocioni më i fortë që ke përjetuar? Ka patur shumë emocione sepse kjo është një degë që të ofron të fund një rrugë me shumë emocione, por emocioni më i madh ka qenë para shumë vitesh kam trajtuar një fëmijë ku kuadri klinik për shumë profesionist tregonte një rrugtim me shumë rreth. Por ne nisim një punë duke rënë dakord me prindin që ne do bëjmë gjithçka që është për të fëmijë. Dhe
pasi mbyllëm gjithë procesin terapeutik, pasi mbyllëm gjithë procesin integrimi shkollor, unë e ritakoj këtë fëmijë në klasën e 9, prindi sapo kishte marrë dëftesën, dhe kur më tregoi dëftesën, mua më mbushur sy me lot sepse ishte fëmia me rezultate më të mira në klasë, ishte fëmia më afrua dhe më tha, ka marrë me mami dhe me babin, dhe me gjitha po më shpreh një emocion të plot. Dhe për mua ishte sikur më kishte dhënë Chelsea-n e parajsës në atë moment. Është në fakt e jashtëzakonshme dhe në çfarë moshe foli fëmia? Që pastaj në klasën e 9 u bë. Fëmia erdhi në 4 vjeç, nuk kishte komunikim verbal, dhe në moshën 5 vjeç arritëm që të ndërtojmë një komunikim të plot verbal, dhe në moshën 6 vjeç arritëm që të minimizonim të gjitha sjelljet jo të përshtatshme që e pengonin fëmijët të ndërvepronte me fëmijët e tjerë. Deri në klasën e 2 vazhduam me terapi, pastaj e shkëputur nga terapia, vazhdoj me mësues mbështetës deri në klasën e 5, u shkëput nga mësuesi mbështetës në klasën e 5 dhe deri në klasën e 9 ai ishte një fëmijë si gjithë fëmijët e tjerë pas lloj vështirësie. Eci vetëm, edhe bukur. Bravo. Ja, ky është sukses, kjo është kënaqësi, ky është emocion. Sashen, në momentin kur pas muajsh të tërë terapie, del fjala e parë, të themi, nga një fëmijë. Kuptohet që ajo fjalë mbart një peshë të madhe, mbart një peshë të jashtëzakonshme. Është e vërtet, por ka diçka. Shpeshherë specialisti bazohet më shumë në komunikimin se në gjuhën. Për prindin është gjithmonë një ndjesi e veçantë të presat fjalën e parë, të marrë nga fëmia i vet atë fjalën e parë, por për mua si specialist, për te fjalës parë, unë jam duke parë se si e fëmijë po ndërvepron me botën, se si po komunikon, se çfarë raporti në komunikimin e vet funksional po ndërton. Dhe kur një fëmijë shpreh fjalën e parë, është praktikisht një rrugë ku unë e di që ai pistop do të vi. Dhe ndryshe nga prindi që e pret me emocion të madh, unë si specialist, them, okay, kjo është brenda kuadrit. Ti mendon gjithmonë vijimsin. Tani kemi një rrugë shumë të gjatë për të përpara, se ky është vetëm një stacion autobusi, po kemi shumë të tjerë. Absolutisht, dhe është e vërtet. Dhe në këtë dyshe, fëmia dhe prindi qëndrojnë pak. Nuk është e thjesht, apo jo? Shpesh prindrit janë me frikën, me ankthin, me tensionin, me presionin e jashtëm, dhe kur themi që paraqet vështirësi edhe për specialistin, sepse nuk jeni vetëm specialist i fëmijës, po në anën tjetër bëni dhe një specialist i prindit. Sa e vështirë është kjo që ta bindësh prindin, që ta ndërmarr atë hap, që ai të punojë me specialistin. Një trajtim i suksesshëm nuk nis asnjëherë me fëmijën, nis me prindin, sepse prindi është ai që siguron të gjitha konditat e duhura që terapia të funksionojë. Është e bukur. Nuk arrim dot që ta gjeneralizojmë as edhe një herë terapinë nëse ne nuk ndërtojmë të gjitha ato kushte të bashkënduara me prindin bashkarisht që terapia të funksionojë. Shpeshherë përdor një shprehje me prindit, i them, unë do të ndihmoj që të vendos trenin në shina. Tani është detyra jote ta shtysh trenin në shina. Dhe pastaj do ulim diskutojmë bashkë se sa shpejt do të ecë treni. Dhe ky është marrëdhënia që krijon prindi me terapistin. Edhe është decisive. Për vite me radhë të themi që familje të tëra nga Vlora janë nisur drejt Tiranës, drejt Tiranës zyrtare themi, ose dhe atje ku kanë menduar se ka specialist. Ndërsa ju vini me një eksperiencë, themi që ishte e domosdoshme? Mendoni, një prind që nuk e di se çfarë përgjigje do të marrë nga specialist. Është ku ndërmarr një rrugë të gjatë, është duke shkuar për të bërë një vlerësim të fëmijës. Fëmia ashtu si prindi imiton, shikon, projekton të gjithë ekspresionet faciale të prindit të një rrugtimi të gjatë, fizik, dhe kur shkojnë atje janë të dy në gjendje të papërshtatshme për të bërë testin të plotë. Prindi ka shpenzuar kohë, ka shpenzuar financa, ka shpenzuar gjithçka që ka në dorë për të bërë testim dhe rezultati, përfundimi nuk është ai duri. Dhe kjo është arsyeja pse të gjitha shërbimet duhet të fillojnë gradualisht të decentralizohen dhe ne të kemi në qytetin tonë një specialist që të ofrojë së pari vlerësim, dhe së dyti pjesën e trajtimit. Dhe për vite me radhë ne kemi vuajtur këtë gjë, faktin që do duhet të merrnim rrugët të shkonim jo vetëm në Tiranë, po shpeshherë edhe rrugët e Europës,
për të marrë një vlerësim të plot. Dhe këtë gjë tashmë e kemi ndryshuar. Ne kemi sjell teste që prindi nuk i duhet të lëviz më nga qyteti ku jeton. Kemi sjell një metodë pune ku prindi është i qartë se si po ecën fëmia dhe më shpeshherë është batuta që them prindit që se do të bësh një vlerësim dhe nuk kur jesh me pushime, sepse në ditë zakonshme i ke të gjitha këtu. I ke këtu, po. Është e bukur kjo. Pra, ja vlejti që eksperienca juaj të vi në Vlorë. Unë jam përpjekur në 18 vitet e mia mos të shkpus raportin me Vlorën, por në vitet e fundit e kam intensifikuar për të krijuar një pol ku ofron të gjitha shërbimet për fëmijët. Dhe në këtë lloj mënyre kam bërë që edhe gjitha ngarkesa prindërore që të lëvizin sa ndej këtej për të marrë një përgjigje për një rrugëtim që do të nisin me fëmijën e tyre, të jetë sa më i thjeshtë, sa më i drejt për drejt dhe sa më i mirëpritur. Po, gjithsesi për këtë ngasjen e fundit që sapo folëm, do të qëndrojmë pak më poshtë. Jemi këtu tek logopedia që ka arritur të futet në familjet shqiptare. Ka ndryshuar mentaliteti i prindërve, të themi vlonjat, jemi në Vlorë, të mos marrim aspektin e përgjithshëm. Jetojmë në Vlorë, ka ndryshuar ky mentalitet? Realisht ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë, sepse në fillime ishin të vështirë të kuptonin me çfarë lidhej profesioni i logopedistit. Tashmë prindit vinë të informuar se çfarë bën logopedisti. Dhe vinë të informuar dhe se çfarë shërbimi do duhet të kërkojnë. Dhe kjo është një avantazh shumë i madh sepse ka bërë që të gjithë prindrit të shkojnë më herë tek specialisti, të marrin më shumë informacion, jemi në botën e informacionit, ku do gjeni informacion. Por shpesh prindërve ju them që edhe gjyshja ime ka mundësi që të ngarkojë një informacion në internet, por nuk është korrekt. Është gjë e mirë që ne jemi në botën e informacionit. Është fluks informacioni, por duhet të zgjedhësh por specialisti selekton atë informacion që është i vlefshëm për fëmijët tënd dhe për ty. Dhe kjo ka bërë që prindrit në mënyrë të vazhdueshme të vinë për të zhvilluar konsulta edhe kur dyshojnë për diçka, edhe kur nuk është problem real. Dhe shpeshherë u them prindërve, më mirë një konsult më tepër se sa një problem më shumë tek fëmia juaj. Dhe kjo ka krijuar një situatë shumë të favorshme për ta, sepse praktikisht ata janë shumë të sigurt në rrugtimin që po bëjmë në fëmijën e tyre, sepse prindërimi është një rrugtim në fundit. Ndërkohë që nuk jeni vetëm një specialist, por jeni dhe një pedagog, jeni lektor, si mendoni, jeni djalë relativisht i ri në moshë, cila është përgjegjësia për formimin e brezit të ri? Unë personalisht e di, sepse kam edukuar dhe nxjerr breza të tërë nxënësish që sot janë deri burashteti. Pra, po për ty që ke një përvojë të themi relativisht të gjatë, 18 vite, por gjithsesi prap është e vogël. Shiko, është një peshë e madhe sepse realisht nuk je duke formuar vetëm profesionist, je duke formuar njerëz rreth. Njerëz që duhet kuptojnë nevojat e familjeve, nevojat e fëmijëve, duhet përmirësojnë jetën e tyre, duhet krijojnë një lloj procesi atashimi me ta. Dhe kjo është diçka e vështirë thjesht duke transmetuar dijen. Shpeshherë të duhet me profesionistë e rinj të krijosh një lloj raporti edhe për te pedagog student, një raport ku në mënyrë të vazhdueshme u duhet të keni pikë referimi për rastet që ata hasin. Dhe kjo i kanë nëpërmjet kësaj forme janë përpjekur edhe për vite të tëra duke ngritur edhe një shoqat që ofronte pikërisht të lloj shërbimi, edhe pastaj ngritim një grup nga një individ, u bëm një grup individësh që ofronin eksperiencën për profesionistë e rinj dhe mendoj se tani kemi krijuar një lloj baze ku profesionistë e rinj janë të sigurt se po shkelin terrenin e dur. Pastaj gjithkush do zgjedh rrugtimin e vet. E megjithatë në këtë fushën tuaj duket sikur ky raporti i të themi i dijes dhe ndjeshmërisë thyet pak apo jo. Kemi dijen primare dhe ndjeshmërinë më pak apo është një raport i përmbysur? Unë do ta quaja një balancë të vazhdueshme, sepse të ndërtosh besim duhet të kesh një lloj balanci ndërmjet të qenit profesionist dhe
qenit human. Është e rëndësishme të ruhet balanca, sepse nëse balanca anon vetëm nga profesionalizmi, bie që të kthehemi një profesionist shumë të ftohtë. Nëse anon vetëm nga humanizmi, bie të kemi një specialist të konsumuar nga gjitha ajo që përjeton në përditshmëri. Por duke ruajtur një balancë, mundet që një profesionist të jetë empatik, të jap shërbimin në më të mirën e tij dhe me të gjitha të ndërtojë një raport që e ndihmon prindin dhe veten e tij. Ndërkohë që prej 12 vitesh keni drejtuar dhe shoqatën e logopedistëve, cila ka qenë betejë më e fortë profesionale me të cilën ju jeni ndeshur në këtë rrugëtim të kësaj shoqate? Betejë më e fortë është të bindje se brenda kësaj shoqate do duhet të kishim jo vetëm logopedistë, por duhet të kishim të gjithë grupet e interesit. Sepse kur flasim për logopedi, ndikon në shumë sfera, ndikon në familje, ndikon në shoqëri. Një fëmijë merr terapi nga një logopedist, ka një prind që duhet ta shtrirë këtë terapi, ka një mësues mbështetës që shpeshherë duhet të aplikojë një plan edukativ individual dhe hyn në disa sisteme të tjera, të cilat shpeshherë duke i lënë jashtë diskutimit, bën që edhe puna e logopedistit mos përmirësohej. Dhe kjo ishte sfida e parë, ishte sfida më e madhe, por gradualisht kjo sfidë kaloi, u mirëprit fillimisht në grup logopedistësh, pjesa tjetër ju bashkuan rrugës dhe arritëm në përfundim që sot kemi një komunikim të vazhdueshëm ndërmjet të gjithë profesionistëve që janë afër logopedistit. Çfarë mesazhesh për jetën ju ka dhënë puna me fëmijët? Është një punë e veçantë. Komunikimi është një dritare të cilën shpeshherë logopedisti e ka çelësin në dorë. Dhe në qoftë se ne zgjedhim që këtë çelës mos ta vëmë asnjëherë në punë, nuk kemi si ta bëjmë këtë botë më të mirë. Ky është mesazhi i parë që unë kam kuptuar në rrugtimin tim. Dhe kam kuptuar se ne mund ta bëjmë këtë botë më të mirë, këtë komunitet më të mirë, duke bërë të gjithë nga pak. Njësoj si puna me fëmijën ku unë nis brenda terapisë, e gjeneralizoj me prindin dhe pastaj mundohem që t'i them prindit që duhet përfshihet gjithë komuniteti, e njëjta gjë është në çdo sferë shoqërore. Dhe unë do të sugjeroja që ne të ishim më të afër njëri tjetrit, t'i lini më shumë kohë njëri tjetrit, të kuptonim problemet dhe të mundoheshim të mirë kuptonim diferencat në mënyrë të tillë që pikë së pari të ndihmojmë çdo person që ne kemi në komunitetin tonë dhe pastaj të mundohemi të ndërtojmë një shoqëri më të mirë. Shumë e bukur. Ndërkohë, Sashel, jeni ndeshur me prindër me një, të themi, mentalitet që kanë shpresën se fëmia do të flasë dhe thonë jo tani, por pak më vonë, sepse është ajo shpresa që gjithmonë mundet të flasë. Mendoni që koha është një domosdoshmëri? Ne jemi një shoqëri që realisht ne ka rrethuar shumë mite rreth të folurit. Shpeshherë shumë familjar thonë që një fëmijë, xhaxhai, babai, kushiri i tretë ka folur në moshën kaq dhe aq. Ka folur në moshën kaq dhe aq, po. Kur ulemi dhe diskutojmë me ta dhe i them, "Ok, ma trego saktësisht se si ti e ke marrë informacion." Dhe gjithmonë informacioni është marrë nga një i tretë. Ky e vërteton atë kuadrin që kemi të bëjmë me një mit. Dhe ne dim që mitet asnjëherë nuk na sjellin me këmbë në tokë, në realitet që të ndihmojë drejt për drejt fëmijën. Ndërhyrja e hershme është shumë decizive në progresin e fëmijës. Gjithmonë kur një fëmijë paraqet një vonesë zhvillimore, krijon një lloj hendeku. Zhvillimi aktual me zhvillimin që duhet kishte. Dhe sa më shpejt të nis puna, aq më shpejt ngushtohet ky hendek. Sa më vonë të nis puna, aq më i madh është hendeku, aq më vështirë është që ne këtë hendek ta ngushtojmë për ta reabilituar situatën. Dhe të mendojmë që të lëmë vetëm vështirësitë të menaxhueshme. Është e vërtetë që koha është një domosdoshmëri. Ndërkohë që nëse flasim për një terapi brenda mureve të shtëpisë. Pra, sepse erdhi fëmia tek specialisti, i mori çfarë kishte për të marrë në muret e shtëpisë, brenda.
mendoni që është po aq e rëndësishme ajo kohë, ajo situatë, ai vend për të pasur fëmia një ecuri pozitive? Është shumë decizive në generalizimin e mëvonshëm të terapisë, shtrirja e terapisë përtej sallës terapisë. Dhe ambienti ku fëmia kalon më shumë kohë është ambienti familjar, është ajo dhoma e tij, është ai këndi që ne krijojmë, ku kemi një kënd të veçuar ku fëmia kupton se ka rregulla në kohën e pritjes, ka rregulla në pjesën e radhës, fillon kupton konstruktin kohor, fillon kupton se duhet të ndërveprojë me personin përballë për të marrë një shpërblim, fillon të kuptoj se duke bërë një ndërveprim të vazhdueshëm shpërblimi rritet dhe gradualisht kuptojnë që kjo ndodh në më shumë se një ambient. Duke ndodhur në më shumë se një ambient, unë do përpiqem që këtë sjellje ta përthith. Duke ndodhur vetëm në një ambient shpeshherë, është shumë e vështirë që fëmia ta përthith në një kohë të shkurtër dhe mos ta kundërshtojë menjëherë. Dhe generalizimi është një kusht shumë i rëndësishëm që ne ta shtrim këtë terapi pikë së pari në shtëpi dhe pastaj në ambientet e tjera. Sashen, kur u takuam bashk të kërkova CV-n, që të njihja pak më mirë dhe të njihja shumë anën profesionale tënde. Më bëri përshtypje, sepse më dërgove dhe ishin 10 shenja atje në atë CV-n tënde, ndërkohë që ke kryer dhe studimet e doktoraturës në një universitet ndërkombëtar. Mendon që ishin të domosdoshme për të sjellti këtu atë të themi frymën e shkencore për rehabilitimin e situatave të tilla? Në qoftë se flasim para cili është universiteti? Unë jam diplomuar në Clemson University, në Karolinën e Jugut. Është universitet ku ka një program për logopedinë dhe psikologjinë dhe ky program është i bazuar mbi familjen dhe komunitetin. Unë në formimin tim profesional mendoj se ishte një gur themeltar që të më ndihmonte që unë të filloja të mendoja me të vërtet për një strukturë për të decentralizuar shërbimet në profesionin tim. Sepse sfida e parë që më vendosën përpara pedagogët ishte, të gjitha këto shërbime që ju i ofroni kaq të segmentuara, a mundet t'i ofrohen personit afër familjes dhe komunitetit? Sepse në fundit ishin program që përpiqet të ndryshojë dhe të përmirësojë familjen dhe komunitetin. Dhe normalisht një doktoraturë është një rrugtim i gjatë, por kjo ishte një detaj që të përcaktonte të gjithë rrugtimin. Kjo më ndihmoi që momentalisht të mundohem të krijoj diçka të veçantë, unike, siç është Live Medical Space, ku është një kënd ku ofron shërbime terapeutike, pediatrike, ku prindit nuk i duhet të marrë rrugën për të shkuar për të marrë një shërbim profesional, një shërbim serioz dhe një shërbim ku fëmia i tij me siguri do të arrijë potencialin e plot. Mendoj që kanë qenë shumë shkallë në jetën time, shumë nga ato shenjat që kanë ndihmuar në atë që po përpiqem të ndërtoj aktualisht, por një ndër shkallët më të rëndësishme ka qenë pikërisht studimi në Universitetin Clemson, sepse më ka ndryshuar mënyrën se si unë përqasim ndaj botës. Është interesante në fakt me gjithë këtë bagazh njohurish që ke dhe të kërkosh dhe të ecësh më tutje, të shkosh deri në Karolinën e Veriut, më the? Karolinë e Jugut. Dhe të kërkosh, po. Megjithatë është shumë e bukur. Sashen, në qoftë se themi sot, shoqëria jonë si e koncepton, të themi shkencën e logopedisë. Ka mbetur në shoqërinë tonë mendimi se është thjesht ajo të themi specializimi i të folurit. Apo ka një koncept më të gjerë logopedia, përveç kësaj që ka shoqëria jonë? Shpeshherë për shumë degë të reja që janë futur në shoqërinë tonë, krijohen edhe koncepte, nuk do t'i quhet gabuara, por jo të plota. Sepse rreth parë logopedia trajton ka qendër të saj komunikimin dhe pastaj gjuhën verbale. Dhe
normalisht secili prej nesh në moment që nuk komunikon dot, çdo fjalë që prodhon është funksionale. Dhe që ne të kthejmë çdo lloj fjale funksionale së pari do duhet të komunikojmë, me gjuhë gestikulative, ekspresione faciale, ndërveprim, dhe kjo plotëson atë kuadrin që ne nesër të kemi mundësi të komunikojmë verbalisht. Shpeshherë është njësoj sikur ne vendosim një sër kontenierësh, që ato janë kontenierët me eksperjenca të ndryshme, sipas fushave zhvillimore, dhe secili prej tyre duhet mbushet, dhe në moment që mbushen të gjitha ata, çfarë pikon poshtë, mbush kontenerin e gjuhës folur. Dhe qofse ne themi që logopedia është vetëm ai konteneri i gjuhës folur, atëherë kemi hequr nga diskutimi një konstrukt shumë të madh, që e ndihmon realisht që të mbushet ai konteneri i fundit. Shumë bukur, ti përdor edhe metafora, unë nuk di që ti ishe zheni në letërsi në gjimnaz. Sot, pas 18 vitesh, çfarë ju bën krenar kur ktheni kokën pas? Më bën krenar që janë shumë fëmijë dhe shumë prindër, jo vetëm në Vlorë, por në shumë qytete të Shqipërisë, që kur i shikoj, ata kanë një jetë më të mirë se sa pritshmëritë momentale kur kanë evidentuar se kanë një fëmijë me vështirësi apo një familjar me vështirësi. Dhe kjo ma ka bërë më të lehtë jo vetëm punën time, por dhe çdo zgjedhje e rrugëtimit tim, sepse ka qenë një shtysë e madhe. Të shikosh vazhdimisht njerëz që ndihen pozitiv, edhe pse kemi një vështirësi, por ne kemi arritur ta menaxhojmë këtë vështirësi dhe kemi arritur që ne të ndërtojmë dhe të gjejmë pozicionin ton në të gjithë atë strukturën e komunitetit ton dhe të fëmijës tonë që paraqiten vështirësi. Kjo është një arritje e madhe, sepse në fundit ne sigurojmë një lloj qetësie, jo vetëm për progresin e fëmijës, por dhe se çfarë do të ndodh kur ne nuk do të jemi këtu. E vërtet. Qendra titull është Live Medical Space. Po. Lindi si një projekt për të sjellë frymën moderne në këtë të themi teknologji, të folurit, por ndërkohë kemi atje një ëndër personale të Sashenit që e donte këtë qendër. Tani, njësoj si dëshira e një çifti për të patur një fëmijë për një kohë gjatë, kështu që edhe dëshira për të krijuar Live Medical Space. Live Medical Space është krijuar, emri Live është emri i vajzës. Dhe qendra është bazuar në një eksperiencë të madhe, por ka pak kohë në veprimtarinë e saj, pak a shumë më sa vajza ime, 1 vjeç e gjysmë. Bukur, shumë mirë. Dhe besoj jemi një qendër që jemi duke u rritur, sepse e kemi bazuar të gjithë filozofinë tonë në përmirësimin e familjes dhe komunitetit, duke ofruar shërbime për logopedin, psikologjinë dhe të gjitha shërbimet pediatrike mjekësore, me shpresën që këtë kuadër do fillojmë ta zgjerojmë edhe për adultët. Po, shumë e bukur. Janë ngasje këto që ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e njeriut dhe ku ka gjë më të bukur se sa të luftosh dhe të punosh për shëndetin e njeriut. Ndërkohë që ju flisni shpesh për etik, flisni për korrektësi, patjetër në punën tuaj, mendoni që familjet shqiptare sot kanë nevojë për më shumë siguri profesionale? Mendoj familjet e sotme, së pari ka nevojë për një person që t'i orientoj plotësisht për rrugtimin që do të bëjmë. Së dyti ka nevojë për një profesionist që t'u tregojë atyre se ky rrugtim është një rrugtim i shkelur më përpara dhe nuk gabohet duke ecur në këto hapa. Dhe së treti, duhet një person që jo vetëm të jetë profesionist, por dhe të jetë human, që t'i kuptojë që ato emocione që po përjetojnë në çdo hap që ata kalojnë, janë emocione që gradualisht do fillojnë t'i transformojnë, asimilojnë dhe t'i kthejnë në diçka që do të prodhojë progres. Dhe nëse flasim për të ardhmen, si e shihni ju të ardhmen e terapisë, e një terapie të tillë rehabilituese në vendin tonë? Duke marrë parasysh nivelin e ndërgjegjësimit, dhe duke marrë parasysh
pjesa më e madhe e familjeve kanë filluar të mendojnë realisht se ndërhyrja e hershme është pika e parë që ne të fillojmë një rehabilitim të suksesshëm. Shikoj një premisë shumë të madhe që rehabilitimet të marrin shumë më pak kohë në vitet pasuese, sepse do kemi prindër më të ndërgjegjësuar, do kemi praktikisht kemi specialist me një eksperiencë të gjatë profesionale dhe mi gjitha po ndërtojmë një sistem ku shumë njerëz se kanë shkelur atë rrugë dhe dim cilat janë ato hapat gabuara dhe cilat janë ato hapat drejta. Dhe kjo na lejon që gradualisht ne t'i tregojmë gjithkujt se këtu ne kemi nevojë që ndërtojmë një komunitet dhe jo vetëm një trajtim të veçuar për fëmijët e tyre. Kjo është arsye pse mendoj se gradualisht përmirësimi do vi duke u shkurtuar si kohë, duke përthithur ndërhyrjen e hershme dhe duke u optimizuar në shoqëri. Sepse ne na mungon për momentin elementi i komunitetit, gjë që shpresoj dhe besoj se në të ardhmen do t'i bashkohet gjithë këtij kuadrit klinik të trajtimit të një fëmije me vështirësi të caktuara komunikimi dhe dëgjues. Sashen, duke të falenderuar për gjithçka the, dua që të përcjellësh një mesazh në kamerën tënde, pikërisht për të gjithë ata prindër të cilët hezitojnë ta kërkojnë ndihmën e specialistit. Ju lutem, çdo kush që mendon se fëmia juaj ka një lloj vështirësie, drejtoni në mënyrë të vazhdueshme specialistëve të certifikuar afër banimit tuaj, sepse ata do jenë hapi parë që do t'ju orientojnë drejt një profesionisti që t'ju ndihmojë të qartësoheni mbi vështirësinë ose jo që mund paraqes fëmia juaj. E ritheksoj, më mirë një konsult më tepër sesa një problem më tepër tek fëmia juaj. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë që shkojmë tek 3 pyetjet e fundit që janë thjesht komentet e tua. Për shembull, e para, cila është gjëja më e bukur për ty? Gjëja më e bukur për mua është që të shikoj rreth vetes njerëz që në mënyrë të vazhdueshme ndërtojnë grimca lumturie. Gjëja më e trishtuar? Gjëja më e trishtuar është të shikoj dhe të takoj njerëz që kanë humbur kohë me njerëz të gabuar dhe me profesionistë të gabuar. Dhe gjëja më e çmuar? Vajza ime. Shumë bukur. Edhe s'kishim se si ta mbyllnim këtë emision pa vajzën tënde të bukur. Që ju uroj jetë të gjatë. Faleminderit shumë, Sashen Rexhepa, që ishe në studion e Atlas Njerëzor me mua dhe përcolle mesazhe që i duhen gjithkujt. Faleminderit. Ishte Sashen Rexhepa, i të nderuar shikues, i cili na tregoi se rrugëtimi i tij nuk ka qenë vetëm klinik. Për më shumë se një dekadë, ai ka formuar student, profesionistë të rinj dhe ka ndarë dijen me bindjen se një profesion rritet vetëm kur dijet ndahen për të ndërtuar një kulturë më të ndërgjegjshme për komunikimin. Na tregoi se ndoshta krenaria më e madhe e këtij rrugëtimi nuk janë titujt apo vitet e eksperiencës, por momenti kur një fëmijë arrin të thotë një fjalë më shumë dhe një prind arrin të marrë frymë më i qetë. Faleminderit të nderuar shikues, ndajemi këtu bashkë për të takuar në një emision tjetër.